Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Policia e Lushnjës dhe e Fierit ka arrestuar 2 shtetas për veprat penale vjedhje dhe dhunë në familje. Vodhi një shumë parash në një subjekt tregtar vjet në pranë nga një shtetas nga policia e Lushnjës. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin DB 30 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një subjekt tregtar në qytetin e Lushnjës. Po punohet për dokumentimin e vjedhjeve të tjera të kryera nga ky shtetas. Ndërsa policia e Fierit ka kapur një shtetas i shpallur në kërkim për dhunë në familje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kapën dhe ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim IM 33 vjeç banues në Levan, pasi gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale dhuna në familje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Lumi Gjanica është ndotur në nivele alarmante. Kjo ndotje shkatëron mushkrit është kancer, thonë qytetarët Fierak. Ndotja e lumit Gjanic mëngjesin e sotëm është në nivele alarmante me një aromë të rëndë mbytëse. Kjo situatë shumë vjeçare duhet të marrë fund, janë shprehur të indinjuar qytetarët Fierak, duke dënuar neglizhencën ndër vite të institucioneve përgjegjëse për zgjidhjen e kësaj situate. Ngjyra është vetëm nga ujërat që derdhen nga fabrikat e vajit. Dhe këtu mbytesh, ja u sa dola kështu me një. Për ditë në mëngjes hajën në gjë hapen në orat 3-4 të telmonere asaj gaz. Sa e dëmshme është kjo? Shumë për njerëzit është shumë e dëmshme. Dhe për bimët. Për të gjitha është e dëmshme kjo. Dhe për çdo gjë duhet marrim masa këtë. Kjo ndotje shkatëron mushkrit është kancer, thon ata, ndërsa theksojnë se kjo ndotje e rëndë zbehet dhe investimin prej miliona eurosh në kuadër të projektit të rilindjes urbane për rikualifikimin e qendrës së qytetit. Nuk ka komente më, ajo është helm pik. Kjo është një problem që smitu gjithmonë. Desa nuk bëhet gjë, do thot, edhe shpresat janë paksa të vogla. Ja s'be vlerën të investimi, sepse çdo ditë shtohet edhe kjo ndytja e ambientit. Gjanica është një pasuri kombëtare, është çlirimi i Dujt të Fierit, por neve s'kemi kokë që ta mbajmë, e kupton apo jo? Nuk kemi kokë, çlirimi i Dujt të Fierit është Gjanica. E nuk ka qytet më të bukur sepse mes për mes qytetit kalon Gjanica. Edhe ne nuk ja dim vlerën, nuk e mirëmbajmë. Masa duhet marrë se të bënë dhe ato duhet të ndalojnë kompanit që merren me këto fabrikat e vajte, me këto duhet të gjejë rrugë zgjidhje. Duhet bënë ai grop të filtrohet ajo ujtë gjitha çfarë do. Kompania gjobitur pasherë, po me sa duket as gjoba. Su bën gjoba dyre se ka fitime të larta ato po. Su bën gjoba dyre. Ashtu si çdo vit në këtë periudhë shkaktarët kryesor të ndotjes konsiderohen fabrikat e vajit dhe kompanitë e naftës, të cilat dyshohen se nën petkun e fabrikave të përpunimit të ullirit shfrytëzojnë rastin për të shkarkuar në lum derdhje të pakontrolluara hidrokarburesh. As denoncimet e panumërta dhe as gjobat e papërfillshme me të cilat kompanitë e naftës që operojnë në zonë janë përballur nuk e kanë përmirësuar situatën, përkundrazi çdo vit përsëritet në nivele edhe më shqetësuese. Detyrimet tatimore mbi 10 vite do të falen, tha kryeministri Edi Rama. Rama shpjegoi edhe si do të zbatohet paqja fiskale. Kryeministri Edi Rama në një video mesazh në rrjetet sociale ka premtuar faljen e gjobave tatimore mbi 10 vjet ndaj bizneseve dhe lehtësinë për borxhet më të reja. Detaje këto të paketës së re fiskale që do të përfshihet në buxhetin e vitit 2026. Kryeministri Edi Rama tha se nga 2026 do të jepet mundësi biznesit të madh të bëjë marrëveshje me tatimet për fitimin që do t'i tatohet. Ata që firmosin marrëveshjen amnistohen nga kontrollet. Gati 507 milion euro detyrime tatimore dhe doganore të krijuara do të fshihen me përjashtim të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Paketa fiskale e parashikuar qysh në buxhetin e vitit të ardhshëm do të hap një kapitull të ri mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore. Paqja fiskale. Paqja fiskale e promovuar gjatë procesit elektoral është tani më një paket e shkruar, e konceptuar për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur besimin mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes e po ashtu anasjelltas. Do të mbyllim çështjet e vjetra pikërisht për t'i dhënë krah
këtij besimi dhe për të forcuar këtë bashkëpunim. Po si do mbyllen çështjet e vjetra? Procesi do realizohet në 2 forma kryesore. Spari do të ofrohet një falje për të gjithë sipërmarrjet me detyrime të prapambetura. Si do të jetë kjo falje? A. Fshirje e plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite, të regjistruara në llogaritë tatimore të subjekteve. B. Fshirje e 50% e detyrimeve për periudhat 5 deri në 10 vite, nëse shuma e mbetur paguhet një herësh brenda një afati të përcaktuar, së bashku me fshirjen e gjobave dhe të interesave. C. Fshirje e 25% e detyrimeve për të njëjtën periudhë, 5 deri në 10 vite, nëse shumat paguhen me këste brenda një viti, gjithashtu edhe kjo me fshirje të gjobave dhe të interesave. D. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë. Nga ana tjetër, do t'u jepet mundësia të gjithë sipërmarrjeve të korrigjojnë pasaktësira në deklarimet e mëparshme në pasqyrat e tyre financiare. Për ndryshimet mes deklarimit të vjetër dhe atij të riut, pra të vetë korrigjuarit, do të paguhet vetëm 5% tatim mbi fitimin. Por nuk mbaron me kaq. Si do të krijojmë ne një marrëdhënie të re, besimi dhe bashkëpunimi mes administratës dhe sipërmarrjes në të ardhmen. Për një periudhë që mund të shtrihet deri në 3 vite, sipërmarrjet mund të lidhin marrëveshje vullnetare me administratën tatimore, ku të pranojnë të rrisin me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Që do thotë se ky fitim tatohet sipas ligjit në fuqi, ndërsa për çdo shtesë mbi këtë fitim, tatimi do të jetë vetëm 5%. Fatin e qeverisë së re të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ja lë në dorë opozitës, ose zgjedhje në dhjetor, ose konjufca 1, tha ai në një intervistë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në një intervistë për mediat vendase ka folur për zhvillimet rreth krijimit të qeverisë së re, për të cilën ka mandatuar Glau Konjufcën. Kurti ka thënë se është në dorën e opozitës nëse do të mbahen zgjedhjet në dhjetor apo në prill. Opozita e ka në dorë që ta zgjedh rrugën e mëtejshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca 1 drejt zgjedhjeve në prill. Cila do për ne është e pranueshme, ka thënë Kurti të premten. Ndërkohë, me gjithë kundërshtimin e partive të deritanishme, opozitare, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mandatoi në orët e vona të së martës zyrtarisht Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Konjufca pason si të mandatuar Kurtin, pasi ky i fundit nuk arrite të krijonte mazhorancën parlamentare për ta bërë qeverinë. Glau Konjufca, sipas kushtetutës, nga momenti i marrjes së mandatit ka afat 15 ditë për t'i prezantuar kuvendit përbërjen e re të ekzekutivit, që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur kryeministër. Një burr në Francë gjen një thesar me ar kur po gërmonte për pishin në kopsht. Një thesar ari me vlerë $800.000 mbështjell me qeska plastike u gjet nga një burr në Francë këtë vit. Kur po gërmonte për të ndërtuar një pishin në kopshtin e tij, njoftuan autoritetet franceze. Burri që jetonte afër Lyonit në Francë njoftoi policinë për zbulimin e tij në maj. Drejtoria rajonale e çështjeve kulturore verifikoi arin dhe përcaktoi që nuk ka vlerë historike apo arkitekturore dhe më pas ju lejua ta mbante. Sipas gazetës lokale Le Progres, ai gjeti 5 lingota ari dhe shumë monedha të mbështjella në qeska plastike. Ekspertët përcaktuan se ari ishte bler ligjërisht rreth 15 apo 20 vjet më parë dhe ishte shkrirë në një rafineri të afërt. Për shkak se lingotat kishin numra unik të gjurmueshëm, u përcaktua se nuk ishin të vjedhura. Sipas kodit civil francez të shekullit e 19, thesar konsiderohet çdo gjë e fshehur ose e varrosur për të cilën askush nuk mund të provojë pronësinë dhe që zbulohet krejt rastësisht. Pronësia i përket personit që e gjen atë në tokën e tij, raporton Le Progres. Bashkia shtoi se pronari më parshëm i kopshtit ka ndërruar jetë dhe se si arriti ari atje mbetet një mister.
WhatsApp ka një surprizë për përdoruesit e Apple Watch. WhatsApp do të kalojë për herë të parë edhe tek orët inteligjente. WhatsApp njoftoi se për herë të parë do të kalojë edhe tek orët inteligjente. Për herë të parë, përdoruesit e WhatsApp do të përdorin Apple Watch për të marrë thirrje telefonike, njoftime, të lexojnë mesazhe dhe të regjistrojnë ose dërgojnë mesazhe zanore. Ata gjithashtu mund të reagojnë me emoji si dhe të shohin imazhet apo stickers. Pas më shumë se një dekade që operon në celular, platforma e Meta u prezantua zyrtarisht edhe në Apple Watch. Mesazhet dhe thirrjet mbeten të siguruara nga enkriptimi i dyanshëm. Sipas WhatsApp, përvoja e përdoruesit do të jetë po aq e mirë sa në celular. Ne do të sjellim edhe më shumë funksione të dobishme për përdoruesit e Apple Watch në të ardhmen, tha platforma. Më herët gjatë këtij viti, WhatsApp u aplikua edhe tek iPad pasi ishte një nga kërkesat më të mëdha. Për ta përdorur aplikacionin në orën tuaj inteligjente, duhet që ajo të jetë Apple Watch Series 4, e mëtej edhe që operon me Watch OS 10. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.